pasuria e Hatixhes radiallahu anhu dhe pasuria e Abu Xhehlit. Po Hatixha, domethënë ato që ata kanë patur të përbashkëta midis njëri tjetrit kanë qenë se të dy dhe Hatixha vinte nga një familje e lartë në Mekë dhe Abu Xhehli vinte nga një familje e lartë. Pra ata ishin paria e Mekës. Duke qenë paria e Mekës, ata kanë patur favore financiare, padyshim. Po dhe kanë qenë njerëz që kanë qenë të angazhuar financiarisht me biznes dhe me ato çka ne njohim sot si biznes. Dhe Hatixha mendohet që në bazë të kalkulimeve moderne, le të themi, nëse do të ishte në epokën moderne pasuria e saj, nëse do ta kalkulonim në epokën tonë moderne pasurinë e saj, mendohet që ka patur mbi 1 miliard euro pasuri. 1 miliard euro. Pra nëse do kalkulonim gjithçka. Po kalkulimet që i kanë bërë. Kalkulimet përgjithshme që kanë bërë historianët. Pra nëse do e sillim në epokën tonë moderne, Hatixha thuhet që do të kishte 1 miliard euro pasuri. Pra Hatixha pas ka qenë miliardere. Miliarder. Po. Dhe Abu Xhehli po ashtu ka qenë njëri i cili ka patur fuqi të madhe financiare dhe ka qenë nga paria e Mekës. Pra këto kanë qenë të ngjashme të tyre. Paria e Mekës, dhe fuqi financiare, pozita të larta, të pushtetshëm, të fuqishëm. Aty ku ata ndryshuan, ishte se si patën ata, pra çfarë raporti patën ata me të vërtetën, me Islamin. Pavarësisht se të dy ishin në pozita të ngjashme, le të themi, përveç se njëri ishte burr dhe tjetri grua, Hatixha radhiyallahu anha ishte personi i parë i cili e pranoi Islamin dhe u bë mbështetëse për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në frymën e saj të fundit. Mbështetësja kryesore, ajo dhe Abu Bekr. Sa herë flite për Hatixhen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndryshonte pamjen e tij. Pra shikoni, Hatixha, ngjashmëria e Hatixhes me Abu Xhehlin, le të themi, në pozitat që ata kishin, çfarë bëri Hatixha me atë që Allahu i dha dhe çfarë bëri Abu Xhehli me atë që po Allahu ja dha. Pra Hatixha e mbështeti profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën që ai erdhi, me shpalljen, me Kur'anin, me Islamin. Abu Xhehli e luftoi. Dhe Hatixha e mbështeti deri në fund, ai e luftoi deri në fund. E këto ishin ato të ngjashmet e tyre dhe ato të mirat e tyre se si ata i përdorën, njëri në dobit Islamit, tjetri në luftë Islamit. Dhe në luftë Islamit. Dhe kjo për të reflektuar njeriu se si mirësitë e Allahut si i përdorin. I përdorin në dobin ton, në dobit të familjes ton, në dobit të shoqërisë ton, në dobit Islamit, apo i përdorim në të kundërt, pra në të keqen tonë, në të keqen e familjes tonë, në të keqen e shoqërisë, në të keqen e Islamit, thjesht për të bërë paralelizëm. Se po ai njeri, po Allahu është ai i cili i ka dhënë të mirëve prej të mirave, dhe po Allahu është ai i cili i ka dhënë të këqijve prej të mirave. E kupton, po varet se si njerëzit i përdorin. Dhe këtu njeriu reflekton dhe shikon veten e tij.